Do të vijmë me ngjarjet më të rëndësishme të datës 8 mars dhe do të kthehemi në vitin 1911, kur për herë të parë u festua Dita Ndërkombëtare e Gruas në disa vende të Europës, si Austri, Danimark, Gjermani dhe Zvicër. Më vonë në vitin 1917, gratë ruse dolën në rrugë për të kërkuar bukë dhe paqe, duke ndezur kushtuar revolucion që të tërëzonte carin. Në një tjetër cep të historisë, luta e dytë botërore po sillte ndryshime dramatike. Më 8 mars të vitit 1942, Japonia pushtoi ishullin Java në Indonezi, duke zgjeruar sundimin e saj nazi. Ndërkohë, në vitin 1971 në Bangladesh, lufta për pavarësi po ndiste shpresat e një populli të shtypur. Luftëtari i lirisë Ziaur Rahman shpalli pavarësinë nga Pakistani, duke hapur një kapitull të ri për vendin. Dhe në vitin 2014, një nga misteret më të mëdha të aviacionit ndodhi kur avioni i Malaysia Airlines MH370 u zhduk pa lënë gjurmëlet në fluturimi nga Kuala Lumpuri në Pekin. Por 8 marsi ka parë gjithashtu dhe lindjen e disa nga personaliteteve më të shuara të historisë. Në vitin 1714 lindi Carl Philipp Emanuel Bach, djali i madh i kompozitorit të madh Johann Sebastian Bach, i cili do të lindte gjurmë të thellë në muzikën klasike. Otto Hahn, kimisti gjerman që do të fitonte më vonë çmimin Nobel për zbulimin e ndarjes bërthamore, lindi në këtë datë të vitit 1879. Në botën e artit, Alan Hale Jr., aktor i njohur për rolin e tij në Gilligan's Island, erdhi në jetë në vitin 1921. Mickey Dolenz, bateristi i grupit të famshëm The Monkees, lindi në këtë datë të vitit 1945. Ndërsa në vitin 1976 në Hollywood do të lindte Freddie Prinze Jr., një aktor i njohur për rolet e tij në filma si I Know What You Did Last Summer. Nga ana tjetër, 8 marsi ka shënuar dhe fundin e rrugtimit të disa nga personaliteteve më të rëndësishme të historisë. Në vitin 1702, mbreti Wilhelm III i Anglisë u nda nga jeta duke lënë pas një epokë të trazuar në historinë britanike. Millard Fillmore, presidenti i 13 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vdiq në këtë ditë të vitit 1874. Ndërsa William Howard Taft, i cili shërbeu si president dhe më pas si kryetari i Gjykatës së Lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndroi jetë në vitin 1930. Në botën e sportit, Joe DiMaggio, një nga figurat më të mëdha të bejsbollit amerikan, u shua në vitin 1999. Ndërsa në vitin 2013, historia do të mbyllte një kapitull të errët me vdekjen e Leng Seri, një nga themeluesit e Khmer Rouge, regjimit famkeq të Kambodgjës. Tani u të ndiqni rubrikën Ende Shëndeti. Sot kam përzgjedhur portfoliun e vlerave ushqyese të patateve. Patatja, e cilësuar edhe si mbretëresha e bimëve barishtore, është një aleate e fuqishme për shëndetin ton. Ajo përmban potasium, vitamin C, karbohidrate, të cilat ndikojnë për të neutralizuar diabetin, ndihmojnë kockat dhe hidratojnë lëkurën. Patatet rezultojnë të pasura me vitamin C, përmes së cilës organizmi jon bën të mundur riparimin e indeve të shkaktuara dhe të shkataruara nga radikalet e lira. Prania e potasiumit i bën ato shumë të vlefshme në luftën kundër hipertensionit. Ndihmojnë jashtëzakonisht aparatin tretës, janë bashkëpunëtore kundër formimit të hemoroideve. Patatet janë shumë të pasura me karbohidrate komplekse, teje të këshillueshme për çdo që vuan nga diabeti. Karbohidratet komplekse në fakt duhet të shpërbëhen në sheqerna të thjeshtë përpara se të jenë ngultitur. Pasi mbajnë në kontroll glicemin, patatet të japin ndjesinë e ngopjes, çka ndihmon në mbajtjen në kontroll të urisë dhe humbjes së peshës. Prania e vitaminës C dhe B komplekse ndihmojnë në thithjen e duhur të këtyre karbohidrateve. Tretja, meqense patatet përmbajnë karbohidrate, ato treten lehtë dhe lehtësojnë tretjen. Kjo veti i bën patatet një ushqim të mirë për pacientët
dhe për ata që nuk tresin dot ushqimet e forta, por që ka nevojë për energji. Kujdesi lëkurës, vitamina C dhe B kompleks, si dhe mineralet, kalium, magnez, fosfor dhe zink, janë të vlefshme për lëkurën. Reumatizma, vitaminat, kalciumi dhe magnezi në patate ndihmojnë për një lehtësim në reumatizëm. Patatet janë shumë efektive në inflamacionin e brendshëm apo të jashtëm. Ato heqin inflamacionin të zorët dhe ndihmojnë sistemin tretës. Funksionimi i duhur i trurit varet shumë nga niveli i glukozës, i furnizimit me oksigjen, nga disa përbërës të kompleksit B, nga disa hormone, aminoacide dhe acide yndyrore, siç është omega-3. Patatja mbulon pothuajse të gjithë nevojat e përmendura më lart. Ajo është e pasur me karbohidrate dhe mban në nivele të duhura glukozën në gjak, e cila nuk lë për lodhje trupin dhe bën atë aktiv. Oksigjeni i cili dërgohet në tru me anë të hemoglobinës në gjak ka përbërës kryesor hekurin. Patatet përmbajnë shumë hekur dhe kështu ndihmojnë për këtë funksion. Fosfori dhe zinku, të gjetura në patate, janë të vlefshme për trurin. Përveç vitaminave B kompleks dhe C, mineraleve dhe fibrave, patatet përmbajnë substanca të quajtura karotenoid, lutein dhe zeanthin, të cilat janë të dobishme për zemrën dhe organet e tjera të brendshme. Por, përsëri, patatja ngrej nivelin e glukozës në gjak dhe konsumimi i tepërt mund të çojë në trashje gjaku, gjë e cila mund të vërë në presion të madh zemrën dhe nuk rekomandohet për njerëzit diabetik. Gurët në veshka. Gurët në veshka janë shkaktuar kryesisht nga niveli i lartë i acidit urik në gjak. Në raste të tilla, proteinat duhet të shmangen, veçanërisht proteinat shtazore, të tilla si mishi, karkalecat dhe ushqimet e detit. Hekuri dhe kalciumi gjithashtu ndihmojnë në formimin e gurit. Patatja është e pasur me të dyja këto dhe normalisht nuk përshtatet nga kjo pikpamje. Por, kjo është shumë e pasur me magnez, i cili refuzon grumbullimin apo depozitimin e kalciumit në veshka dhe në indet e tjera, duke bërë të dobishëm kundër formimit të gurve. Diarea. Patatja është një ushqim i pasur me energji për ata që vuajnë nga diarea, pasi patatet treten lehtë dhe janë të buta. Por konsumimi i madh i tyre mund të shkaktojë diare për shkak të goditjes së tepërt të një shtesës. Për biografinë e sotme do të flasim për arkitektin e terrorit të Khmer Rouge, një cep të errët të historisë së shekullit të 20, një emër që mbolli frikë dhe vuajtje në Kambodja, ishte Ieng Sary. I lindur më 24 tetor 1925 në Vietnam, ai do të bëhej një nga figurat kryesore të regjimit brutal të Khmer Rouge, një lëvizje komuniste që solli gjenocid dhe shkatërrim në Kambodja në vitet 1975-1979. Ieng Sary u arsimua në Francë, ku ekspozua ndaj ideve markiste dhe u lidh me grupe revolucionare që më vonë të formonin bërthamën e Khmer Rouge. Me kthimin e tij në Kambodjë, ai u bë një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Pol Pitit, lirit famkeq të regjimit. Sary mori postin e ministrit të jashtëm dhe luajti një rol kyç në propagandën e regjimit, duke u përpjekur të paraqiste Khmer Rouge si një qeveri legjitime, ndërkohë që brenda vendit miliona njerëz po vuanin në diktaturën e hekurt. Gjatë sundimit që u karakterizua nga spastrimet e dhunshme, puna e detyruar dhe vdekja e rreth 2 milion njerëzve, Ieng Sary ishte një nga figurat më të fuqishme. Ai ishte përfshirë në dërgimin e studentëve kambodgjan jashtë vendit, shumë prej të cilëve u ekzekutuan pasi u kthyen në akuzat se ishin armiq të revolucionit. Ndërkohë ai ndihmoi në ekzekutimin e politikave që çuan në zhdukjen masive të inteligjencës kambodgjane dhe klerit budist. Pas rënies së Khmer Rouge në vitin 1979, Sary u arratis dhe u strehua për shumë vite, derisa në vitin 1996 u dorëzua dhe mori një falje mbretërore. Megjithatë, ai nuk mundi t'i shpëtonte drejtësisë përfundimisht,
Në vitin 2007, ai u arrestua dhe akuzua për krime kundër njerëzimit nga një gjykatë e posaçme e mbështetur nga OKB-ja. Deri në momentin e vdekjes së tij më 8 mars 2013, ai mbeti një nga figurat më të urryera të regjimit të Khmer Rouge, pa u përballur ndonjëherë me një dënim përfundimtar. Leng Seri vdiq pa kërkuar falje për veprimet e tij, duke lënë pas një trashëgimi të përgjakshme dhe një histori që ende trondit Kambodgjan dhe botën. Do të vijmë me rubrikën kuriozitete dhe sot do të flasim se si lëkura rigjenerohet her pas here. Lëkura jon përbëhet nga disa shtresa dhe qelizat e saj të jashtme zëvendësohen rregullisht. Cikli mesatar i rigjenerimit të lëkurës gjatë 28 deri në 40 ditë, që do të thotë se brenda një muaji shumica e qelizave të jashtme të lëkurës janë ndërruar me të reja. Gjatë këtij procesi, qelizat e reja formohen në shtresën bazale të epidermës dhe gradualisht lëvizin drejt sipërfaqes duke zëvendësuar qelizat e vdekura, të cilat largohen natyrshëm përmes eksfolimit. Kjo është arsyeja pse lëkura jon duket më e freskët pas një pastrimi apo eksplorimi dhe pse plagët e vogla apo irritimet mund të shërohen relativisht shpejt. Ky proces është gjithashtu një mbrojtje natyrore kundër infeksioneve dhe dëmtimeve të jashtme. Megjithatë, me kalimin e moshës, ky cikël ngadalësohet, duke bërë që lëkura të humbas elasticitetin dhe të duket më e thatë ose e lodhur. Për ta mbajtur këtë proces sa më efikas, është e rëndësishme të hidratojmë lëkurën, të përdorim kremra mbrojtës nga dielli dhe të ndjekim një rutinë të shëndetshme të kujdesit për lëkurën. Tani ofte të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 8 mars 2026 do të ndikohet nga masa ajrore më të paqëndrueshme, duke sjellë vranësira dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të shumta, ndërsa në zonat qendrore dhe bregdetare do të ketë rreshje shiu. Pasditja vijon me rreshje të her pas hershme shiu në disa zona, ndërsa në veri priten intervale me vranësira. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell kryesisht në zonat veriore. Era do të fyejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të lehtë deri mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:58 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:46 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 16 gradë Celsius. Kukës, 9 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 10 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 15 gradë Celsius. Korçë, 4 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 13 gradë Celsius. Sarand, 11 deri në 16 gradë Celsius. Tani ofte të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 8 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja do të jetë kryesisht me vranësira të pakta, ndërsa pasditja vijon me mot të qetë dhe të thatë në shumicën e zonave përveç zonave jugore ku priten rreshje të dobta shiu. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:53 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:39 minuta.
Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 1 deri në 14 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 13 gradë Celsius, Skënderaj 0 deri në 13 gradë Celsius, Pej 5 deri në 12 gradë Celsius, Prishtinë 2 deri në 13 gradë Celsius, Gjakov 4 deri në 15 gradë Celsius, Malishev 5 deri në 15 gradë Celsius, Gjilan 2 deri në 14 gradë Celsius, Ferizaj 2 deri në 14 gradë Celsius, Kaçanik 3 deri në 13 gradë Celsius, Suharek 4 deri në 15 gradë Celsius, Prizren 2 deri në 13 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, jemi në fund të emisionit dhe për ditën e sotme bashkë do të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.